i konvenon Kurtit, i konvenon. Në besoj që zgjedhjet nuk i konvenoj as Kurtit kësaj here. I ka 51% edhe unë nuk e di Vram për çka ka nevojë ai sot. Cilës lojë, pra që ta loja se Zoti Kurti, shqiqen. Zoti Kurti e ka qëllim përshtypje ime që disa parti të i deklasojnë. Në qoftë se futemi ne në zgjedhje prap, vështirë që Zoti Haradinaj mund të kaloj pragun. Të ke fundit këtë herë vetëm për 0.5%. Atëherë ti po që partitë opozitare për këtë çka kanë dorëzuar përpara Zotit Kurti, apo? Zoti Abdi Gjiku, Lidhja Demokratike e Kosovës, mund shumë lehtë të bjerë edhe një 3% spaku. Ose të rritet. E vetëm nuk po mduket që ka shans më rrit LDK-ja. Për më rrit duhet me bë diçka, jo me vazhdu me avazën e vjetër. E vetëmja parti që ka stabilitet dhe ka votus, po them, besnik si duket është momentalisht Partia Demokratike e Kosovës, që mund të jetë aty te 20-22%, do të thotë që aty sillet, po mos e harroni edhe një fakt, shumë njerëz janë lodh, nuk dalin me votu. Pastaj, prapi konvenon Zotit Kurti që në prill mundësisht në periudhën e pashkëve të kemi prap zgjedhje. Për shkak se pashkët i bie sikur nata e vitit ri dhe Krishtlindjet. Ja, so bashkënjejt. S'është bashkënjejt, po. Nuk vinë pra bashkë ashtu. Jo, vinë se e kanë pushim. E kanë pushim. Edhe vinë. Sikur që kanë ardhur. Për shkak se unë jam dikush që vetë ka jetu atje kohë gjatë dhe e di që vinë. Në momentin që ti i 3 ditë pushim, vjen shumë lehtë. Po shpresoj që Zoti Kurti nuk është të e mendu këtë, dhe po shpresoj që Zoti Kurti është sinqerisht të dashur me gjetë zgjidhjen dhe me pas presidentin. E pas që e pat një takim me kryetarën e Akademisë Shkencave që e kom dëgjuar dhe si emën të mundshëm, t'ju them drejtën. Si emën i mundshëm është përmend edhe Arben Hajrullahu, i rektori i Universitetit Prishtinës. Po këto janë veç fjalë muhabetet cilat mundën edhe me lshu njerëzit qëllimisht prej partive për mi djeg pastaj. Nëse mund të ndëlidhen, Zoti Cama po thot i konvenon Kurtit, i konvenon. Besoj që zgjedhjet nuk i konvenoj as Kurtit kësaj here. I ka 51% edhe unë nuk e di Vram për çka ka nevojë ai sot me shkon zgjedhje. Mi marr 55. Po nuk i ka të garantuar që i merr 55. Kur po i bjen opozitës mirë, ma të garantume i ka Kurti që i merr 55 se LDK-ja që i merr. Po, më tjetë, një faktor pra që mund tjetë këtu, është me pas fati politik i zonës Osmani, pra, sepse është një varë kalkulimi që nëse Kurti nuk e mbështet zonën Osmani, ajo ka thënë që s'u heqin qafe letë, pra, i kthehet jetës politike. Zonja Osmani është e re, ka shumë energji edhe t'ju them të drejtën. Shumë me qef do të ashia në garë politike, si një opozitare, për shkak se momentalisht e vetë mja shpresë që mundet me ba opozit, dikush opozit, ta manë mbetet zonja Osmani. Nëse ndërju, një sekund, po flasë, jo si analist politik, po flasë si qytetar. Unë besoj se po t'ishte zonja Osmani në një subjekt politik, do është edhe jashtë LDK-s,